Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Nuk e kam thënë kurrë me zë të lartë këtë histori. Edhe tani, teksa e rikujtoj, më kap një shtrëngim në stomak. Unë quhem Rea, tashmë jam 29 vjeçe dhe gjithmonë kam jetuar me ndjenjën e fajt për atë që kam bërë në moshën 22 vjeçare. Gjithçka filloi nga një turp i kot, një pasiguri që ma ushqeu shoqëria, komentet e të tjerëve dhe ndjenja që duhet të isha e denj për njeriu që doja. As nuk e dija se sa shumë po e dëmtoja veten, thjesht nga frika se mos më gjykonin. Në atë kohë isha në një lidhje me Arlinin, një djalë që e pëlqeja tmerrsisht shumë. Ai ishte i bukur, i sigurt, i pjekur dhe me eksperiencë. Të gjithë thoshnin që kishte pasur shumë lidhje para meje. Unë nga ana tjetër isha e turpshme, e ndrojtur dhe nuk e kisha jetuar asnjë eksperiencë të thellë sentimentale, jo më pastaj intime. Sa herë fliste për marrëdhëniet e tij të mëparshme, zemra më ngurtësohej. Ndihesha sikur isha shumë prapa, sikur isha një lojtare fillestare që po hynte në një fushë kundër profesionistëve. Një ditë më zuri në gojë fjalinë që më përndjek faktikisht edhe sot e kësaj dite. Më tha, e rëndësishme është të jemi të sinqertë. Nuk më pëlqen kur dikush sillet si i pafajshëm, por në fakt nuk është. Nuk tha asgjë drejt për mua, por unë e mora personalisht. Dhe më shkoi në mendje se ai do të zhgënjehej kur të merrte vesh se unë isha ende pa përvojë. Në vend që ta pranoja, u tmerrova nga ideja e të humburit. Gjithë miqtë e mi flisnin lirshëm për eksperiencat e tyre, sikur ishte diçka që duhet ta kishe provuar me patjetër. Ndërsa unë heshtja dhe qeshja kot. Pastaj nisa të gënjeja. Fillimisht pak, pastaj më shumë, derisa gënjeshtra u kthye në ferrin tim. Një ditë mbas një darke me shoqe dola jashtë për ajër. Ndjesha e vogël, e padukshme dhe e pavlerë. Aty takova Stefanin, një burr rreth të 55-ave, i divorcuar, që punonte në një dyqan aty pranë. Njiheshim me sy sepse pinim kafe në të njëjtën zonë. Ai ishte gjithmonë i sjellshëm, një gjë që unë e vlerësoja. Nuk e di pse i tregova kaq shumë. Ndoshta më dukej më i huaj se kushdo. Ose ndoshta sepse më pa ashtu siç isha dhe nuk më gjykoi. I thash çdo gjë, frikën time, pasigurinë, marrëzinë time për të mos u dukur e papërvojë. Ai më dëgjoi i heshtur, pastaj tha: "Rea, mos e bëj këtë për askënd. Kush të do siç je." Do doja ta kisha dëgjuar atë fjali, por frika ime fliste më fort se çdo këshill. Në javët që pasuan, unë nisa të takoja më shpesh Stefanin si një njeri që më jepte paqe. Jo si mashkull, as si mundësi, thjesht si dikush që nuk më bënte të ndihesha e vogël. Por një nga ato ditë të turbullta, unë mora vendimin më të keq të jetës. Vendimin që sot nuk do ta merrja më kurrë. I thash Stefanit atë që doja të bëja, edhe arsyen pse. Ai u trondit, më tha disa herë se po e çoja veten dëm, por unë nuk u ndala. Isha aq e friksuar nga humbja e Arlinit sa nuk mendova për veten time. Stefani nuk ishte një burr i keq. Ishte thjesht një njeri që gjeti përballë një vajzë të humbur, të çoroditur, të ngarkuar me pasiguri që nuk i meritonte. Pas asaj dite më zuri një boshllëk i ftohtë, i pajet, një lloj turpi që ngjitet në lëkurë dhe nuk të ndahet më. Isha bindur se do të ndihesha më e sigurt, më e rritur, por ndjeva të kundërtën, ndjeva një humbje, pendes dhe një dhimbje që nuk dija ku ta çoja. Kur e takova me Arlinin pas disa ditësh, ai më pa në sy dhe më tha: "Mua më pëlqen që je pikërisht kështu. Nuk dua të kesh qenë me askënd para meje." Sikur dikush të më kishte goditur në gjoks, sikur e gjithë bota të më ishte rrëzuar mbi kokë. Unë ndava prej tij pak javë më vonë, jo sepse më detyroi, por sepse nuk doja ta mbaja gënjeshtrën mbi vete. Ai kurrë nuk e mori vesh të vërtetën, por unë e mora vesh dhe kaq mjaftonte. E shmanga për muaj të tërë Stefanin. Nuk kisha guxim ta shihja as atë në sy. E dija se nuk kishte faj në vendimin që unë mora. Ishte frika ime dhe jo ai.
por ai ishte pjesë e kujtimit dhe unë nuk doja ta përbaloja. Kur më pare rastësisht pas shumë muajsh, më tha vetëm kaq: "Shpresoj ta falësh veten një ditë të reja." Atë ditë qava shumë, jo për atë që ndodhi, por për vajzën që isha në atë kohë. Vajzë e humbur, e ndikuar nga të tjerët dhe e pafuqishme. Sot jam 29 vjeçe. Ende kam disa plagë që nuk janë shëruar plotësisht, por kam mësuar diçka thelbësore. Presioni i shoqërisë të vret më shumë se çdo eksperiencë. Frika të bën të marrësh vendime kundër vetes. Dhe më e rëndësishmja, askush nuk vlen aq shumë sa ta dëmtoj veten për të. Nuk kam folur kurrë me askënd për këtë histori, por tani që po e shkruaj kam ndjesinë se po lë pas një pjesë të së kaluarës që më ka mbajtur peng për vite. Nuk jam më ajo reja e pasigurt. Jam dikush që më në fund ka kuptuar se vlera ime nuk matet me asnjë lloj përvoje. Dhe se dashuria e vërtet nuk kërkon prova, kërkon vetëm sinqeritet me të tjerët, por sidomos me veten tënde. Nuk e kam thënë kurrë me zë të lartë këtë histori. Edhe tani, teksa e rikujtoj, më kap një shtrëngim në stomak. Unë quhem Rea, tashmë jam 29 vjeçe dhe gjithmonë kam jetuar me ndjenjën e fajit për atë që kam bërë në moshën 22 vjeçare. Gjithçka filloi nga një turp i kot, një pasiguri që ma ushqeu shoqëria, komentet e të tjerëve dhe ndjenja që duhet të isha e denjë për njeriun që doja. As nuk e dija se sa shumë po e dëmtoja veten, thjesht nga frika se mos më gjykonin. Në atë kohë isha në një lidhje me Arlinin, një djalë që e pëlqeja tmerrsisht shumë. Ai ishte i bukur, i sigurt, i pjekur dhe me eksperiencë. Të gjithë thoshnin që kishte pasur shumë lidhje para meje. Unë nga ana tjetër isha e turpshme, e ndrojtur dhe nuk e kisha jetuar asnjë eksperiencë të thellë sentimentale, jo më pastaj intime. Sa herë fliste për marrëdhëniet e tij të mëparshme, zemra më ngurtësohej. Ndihesha sikur isha shumë prapa, sikur isha një lojtare fillestare që po hynte në një fushë kundër profesionistëve. Një ditë më zuri në gojë fjalin që më përndjek faktikisht edhe sot e kësaj dite. Më tha: "E rëndësishme është të jemi të sinqert. Nuk më pëlqen kur dikush sillet si i pafajshëm, por në fakt nuk është." Nuk tha asgjë drejt për mua, por unë e mora personalisht. Dhe më shkoi në mendje se ai do të zhgënjehej kur të merrte vesh se unë isha ende pa përvojë. Në vend që ta pranoja, u tmerrova nga ideja e të humburit. Gjithë miqtë e mi flisnin lirshëm për eksperiencat e tyre, sikur ishte diçka që duhet ta kishe provuar me patjetër. Ndërsa unë heshtja dhe qeshja kot. Pastaj nisa të gënjeja, fillimisht pak, pastaj më shumë, derisa gënjeshtra u kthye në ferrin tim. Një ditë mbas një darke me shoqe dola jashtë për ajër. Ndjesha e vogël, e padukshme dhe e pavlerë. Aty takova Stefanin, një burrë rreth të